Pra standarti i Renës është standarti i Rena Rama apo i Edi Ramës. Për ata, ligji është tjetër. Për Renën e Edi Ramës, ligji është tjetër sepse është urdhri Ramës. Unë ju kam thënë ju, drekat e saj të shprehta në lokalin e Thjeshtrës me Linda Ramën janë bërë gosip i të gjithë lagjes ku unë banoj. S'pak fshihet edhe dhe nuk shprehet fare për 2 dëbimet, të cilat në ligjet shqiptare janë të detyrueshme për të deklarohen. Nuk shprehet as për prokurën e firmosur nga vetë Rena, që tregon jo vetëm se ka patur djeni të plot, por ka angazhuar edhe avokatin në Greqi. Avokati hapi çështjen ligjore në gjykatën e Athinës, siç është treguar në media, dhe gjykata i arzoi se duhet të ngrinte në gjykatën e Janinës. S'pak nuk shprehet për falsifikim në formularit dekriminalizimit. Nuk ka rëndësi se ka falsifikuar. Që dhe sot përbën krim në vazhdim. S'pak fshihet dhe nuk shprehet për falsifikim në formularit të vetingut. Nuk ka deklaruar në këtë formular as dënim penal dhe as 2 dëbimet në Greqi. Të gjitha sy të mbyllura me urdhër të Edi Ramës. Prandaj fshejnë raportin